paramendojmë të që pas një kohë kaq gjatë, pra 70 vite, të dukej kinemaja e parë e Prishtinës në këtë gjendje. E formuar në vitin 1952, në atë kohë kur Prishtina hapi 850 vende, 850 ulse për persona këtë kinema, pra kaq njerëz për çdo film vinin dhe e bënin ëndrrën e tyre në realitet. Para 70 vjetësh, kjo ndërtesë ishte luksi më i madh në Prishtinë, ndërsa sot është thjesht një parking. E pikërisht ky rreth është kinorinia e dikurshme. Pikërisht kjo pjesë ka shërbyer në atë kohë për me i pa filmat në ambient të hapur. E pjesa tjetër brenda ka shërbyer për me i pa filmat në ambiente të mbyllur si shohim edhe sot. E do me thonë para 70 vitesh ku nuk e mujt tjetër kohë në Kosovë me shku tek filmat më të mëdhej botror, je ul qëton në kinorini edhe ke pa filmin që atje të transmetuar. Këtu ku sot ndalojnë makinat, dikur projektoheshin ëndrat. Një kinema në qiell të hapur ku njerëzit vinin jo vetëm për film, por për përjetimin. Për emocionin që ngjallte zhurmat të projektorit, për heshtjen që paralajmëronte një film të bukur. Kinorinia, kinemaja e parë në Prishtinë, e hapur në vitin 1952. Sot nuk është pjesë e trashëgimisë kulturore. Karrige të thjeshta, një ekran i madh dhe yjet mbi kokë, ky ishte luksi i asaj kohe. Sot është parking, por muret ende mbajnë kujtime. Çdo cep duket sikur ka diçka për të treguar. Një dëshmi se Prishtina ka jetuar artin, emocionin dhe ëndrrën kolektive shumë para nesh. Kujtimet nuk janë zhdukur, ato janë ngulitur në hapësirë dhe zgjojnë nostalgji të tmëshuarit e kryeqytetit. Po mrena shtu në film. E keni po në film? Po, që kom qenë film rregullisht. Keni qenë filma rregullisht? Filmat i kom pas këgjan huje dhe gati çdo javë. A ju kanë pëlqy filmat që janë mbajtur këtë kinema? Filmat mirë ka pas atër i kun dhe filma western, ju theshin. Kaubëje, që është përzit. Kanë qenë filma antik, si koha vetë. Apo na tregojnë, kjo kinema, atëherë ka qenë domethënë kinemaja e parë në Prishtinë, po sot mbohet si lloj parkingu. A ju duket arsyeshme mos me u bë si trashëgimi kulturore për shtetin? Po sigurisht pajtohena me ty që këtu si trashëgimi kulturore. Me urujt antikiteti saj. Ju merr molli për ata filmat atëherë për atë Prishtinën e dikurshme? Sor ka lej, sa të vjen men koha kur qenë si zëns. Ju kujtohet koha e si zëns? Po si zëns i gjimnazit. Kështu që kum shkuat në gati çdo javë. Me që ka pas emrin kinorinia, e kanë vlerësuar rinia e Prishtinës atëherë më shumë këtë pjesën kulturore, artistike të shtetit se sa sot? Pa rinia atëherë si subjekt nuk ka qenë fort aktiv aty. Po. Zhvillu një aktivitet për organizatës së rinis, po aktiviteti saj nuk o hetu fort aty. E kështu që ku kanë shku rinia, trite, vjetrite, pleshte, plakate. Krejt moshat. Tona moshat kanë shku këtu dhe filmat mirë kënë po atër, kanë qenë tërhes ata filma. E sot a shkëni me këshu najko naj film? Ja. Jo, a? Ka që sigurisht shpete përveç më mërmenja, një 50 vjetë i ka që si më shumë anë sonë atë film. Që 50 vjetë si shku me këshu më kur naj film? Peshe dalë televizori. Që dalë televizori, për shambullë në televizori komisën për qëtë vitin 1900, që atë dikon 67. Që këtë kinema është hapë në vitin 1952, do më thënë që 74 vjetë. Po qashtë. Gogja e lashtë. Po qashtë. Që të kemë pas në një fara këtimja dhe në të rritë, se tërkun s'kem pas dhe një fara veni më shku. Më thënë që kjo shkon vendi vetëm ku keni mujtë me... Të rritë që të shku me ishë filmat. Nëse ndalesh për pak sekonda, duket sikur ende mund ta dëgjosh filmin duke nisur. Thot një prej atyre që e përjetuan këtë vend. A ju shku najherë? Me shku naj film atëherë? Po. A ju ka pëlqy? Mati. Kushta ka pëlqy filmi a sala? Edhe filmi edhe kinemaja dhe krejt. Qyre sala është ka shkuan edhe ajo pjesa e nën qiell të hapur, po sot është parking. verore. Sot është parking. Verore, ka pas
lezetin e vetë në atë kohë, janë marrë koncerte, edhe kinema, po edhe koncerte. Ma shumë marrë E koncerte, keni shfrytzuar në gjitha mënyrat. po jo, ma shumë me kështu këtë kineman. Kjo është pak është shfrytzume, edhe është kjo në mazdore, a kjo kinemaja ka qenë edhe poshtë edhe lartë. Kjo poshtë ka qenë kati parë, lartë ka qenë kati dytë. Ka pas lloj filma që janë çfarë, kështu që Ju merr malli për atë kohën, me pak jeni kënaq. malli nostalgji e kam, po koha nuk kthehet. Dorë zemër, nostalgji e kemi. Normal kemi qenë matri. Tash a kështu filma, kinematria, jo, rrallë. Aso kohë ka qenë interesant. Çdo film që është çfarë, varet për zhanrit, ka pas shumë kërkesa kur kanë qenë filmat më të mirë, biletat janë stërshit, më s'po thonë, me çmime. Cilat kanë qenë çmimet për afërsisht kështu? Ne mi kthy në euro, se ne nuk di me Jo, ka qenë me dinar në atë kohë, po ka pas lloja si çmime që konë të shtrejta në atë kohë, për atë kohë konë janë shumë të tira. për gjepin e qytetarëve. Po normal. Sot kë është bu një parking, le të themi kështu, ajo kinemaja në qiell të hapur. Ajo duket ju varësyeshme që qyteti mos me kthy në trashëgimi kulturore. Mirë kështjenë, po dikush duhet me vepru në këtë trajtim. Duhet institucionet. Këta kanë lënë, si me thonë, në njërë mjeruse, po shtijet vetë fotografia, po të regon që është me të kështu shumë keq. Dhe më thonë, të na përgjësi në qytet nuk është kultivu pjesa e qytetit. Asnjë pjesë qytet nuk e ki që ka nërujt pjesën e vjetër. Nuk e ka rujt aktivitetin e saj. Asnjë vend kur kjo është për keqarje, me të vërtetë. Që është Prizreni për shembull është shumë përpara nga si me Prishtinë. Kino Rinia nuk është thjesht një hapësirë e haruar, por dëshmi e një kujtese kulturore që ende jeton.